Përshëndetje. Antarësimi në Bashkimin Evropian një akt sa politik, diplomatik, aq edhe ekonomik, duke diktuar nevojën që bizneset të mos jenë indiferente ndaj këtij transformimi. Jo pak i rëndësishëm edhe roli që do të luajë qeveria për ta mbështetur dhe lehtësuar këtë proces. Hapat që janë ndërmarrë dhe pritet të ndërmeren, i diskutojmë në këtë intervistë. Kam kënaqësinë që të kem zotin Endrit Yzeira, zëvendës ministër i financave. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Diskutohet për një treg me më shumë se 450 milion konsumator, që është një mundësi, por edhe një sfidë për sipërmarrjen. Sa gati janë kompanitë shqiptare për të konkuruar me tregun evropian? Kishë përgjigje, ose kjo është një pyetje goxha e hapur, për qenë sinqertë. Me përgjigje komplekse. Me përgjigje komplekse, patjetër. Dhe nuk besoj që ka një përgjigje gjithëpërfshirëse, pra që i përcakton ose le të themi i përshkruan në mënyrë të saktë gjithë sektorët dhe gjithë kompanitë. Unë besoj që ka një lloj variance, ka një lloj volatiliteti. Edhe në punën time, në kontaktet e drejtë për drejtë që kam me sektorin e biznesit, shoh që ka disa sektor, ka disa tipologji të ndryshme bizneses, të cilët janë në gjykimin tim gati jo vetëm për Bashkimin Evropian, por për të konkuruar në tregjet botërore. Pra kur shohim zakonisht bizneset që operojnë në fushën e shërbimeve të ndryshme digjitale, biznese relativisht të reja, të hapur nga sipërmarrës të rinj, me një background të konsiderueshëm profesional, ata kanë hapur dhe kanë krijuar biznese që tani operojnë jo thjesht në Shqipëri ose her pas here në Shqipëri kanë shumë pak klientel, shërbimet dhe produktet e tyre i shesin thuajse kudo në botë. Patjetër në tregjet e përbashkëta, në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, por edhe shumë të tej, duke filluar që nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, pra Amerika e Veriut, e deri në Azinë Lindore. Bizneset të tilla pra ka një pjesë që janë të përgatitur dhe gati për të deportuar në tregun e përbashkët evropian. Por ndërkohë, ajo pjesa tjetër. Pjesa tjetër kuptohet që ka nevojë ka një hendek. Bizneset të cilat në një farë mënyre tregun e tyre kryesor dhe operacionalitetin kryesor në këto 20-30 vite, po sa do gjatë biznesi ka ekzistuar, ka patur Shqipërinë, pra ka patur tregun e brendshëm, patjetër që do përballen me një konkurrencë të shtuar, do përballen me nevoja për të arritur standarde për produktet apo shërbimet e tyre në përputhje me Bashkimin Evropian, por po ashtu do përballen edhe me një konkurrencë në produktet dhe shërbimet e tyre, anasjelltës, dhe ajo çka ju përmendët është shumë e saktë, do kenë një mundësi të jashtëzakonshme. Do kenë mundësinë që tashmë produktet e tyre ti shesin jo më në tregun shqiptar, por në tregun e 450 milion europianëve, po thuajse gjithmonë, shumë herë më të pasur edhe si shqiptarët, pra me mundësi për të konsumuar shumë herë më të madhe si shqiptarët. Patjetër që do ketë një transformim. Patjetër që është e pamundur të mendosh që struktura e ekonomisë shqiptare do jetë e njëjtë si para ashtu edhe pas Bashkimit Evropian. Është e njëjta gjë që ka ndodhur kudo, edhe në është procese të cilat i kanë kaluar edhe vendet. Të gjithë vendet që kanë hyrë post 2004-s kanë mësuar një transformim të jashtëzakonshëm. Pra ekonomia e tyre, sipërmarrjet, bizneset, trajtat e ndryshme të konsumit apo të investimit kanë ndryshuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Është një mundësi, patjetër me sfidë, edhe për sipërmarrjen shqiptare, që tani duhet filloj të mendoj jo më thjesht me biznesin që ka patur para. Pikërisht, çfarë duhet në këtë mendësi pra, për të kuptuar që nuk je më brenda një tregu të kufizuar, por shkon dhe duhet jetë një biznes që operon në Shqipëri, duhet jetë të përmbush të njëjtat standarde, të ketë të njëjtën cilësi, certifikime e tjerë dhe të operojë në të njëjtën formë si një biznes në vendet e Bashkimit Evropian. Çfarë do të thotë kjo për sipërmarrje në terma konkret? Gjëja e parë që do i këshilloja, pra e hapi i parë që do i këshilloja çdo lloj sipërmarrje, çdo lloj individi që tregton ose prodhon një produkt ose shërbim të caktuar është të kontrollojë online direktivat e Bashkimit Evropian, të cilat rregullojnë ose aplikojnë mbi sektorin e tij. Kuptohet që periudha kur këto direktiva do të bëhen detyruese në Shqipëri do të variojë deri në momentin e integrimit. Kjo është çështja e përputhjes ligjore në të cilën tashmë pjesa e administratës publike është tërësisht e përfshirë dhe kuptohet që me hartimin e këtyre legjislacioneve ato do të hidhen edhe për konsultim publik dhe do të diskutohen me gjithë sipërmarrësit në momenti se kur do të hyjnë në fuqi në mënyrë detyruese për bizneset shqiptare, po ashtu do të variojë,
në elemente të ndryshme, në sektor të ndryshëm, ne jemi duke negociuar me Bashkimin Evropian për ato që quhen periudha tranzitore, pra për të kërkuar her pas here që edhe aplikimin e rregullave të Bashkimit Evropian të mos fillojë të funksionojë që në momentin e parë, që në ditën e parë të antarësimit, por të mund të aplikohen mbase edhe me një periudhë vonese, pra disa vite pas periudhës së antarësimit, por herët avon do duhet përmbushen. Për cilat e kërkoni këtë periudhë, le të themi, tranzitore? Kjo është pjesa e negociatës. Pra kjo është diçka që në një farë mënyrë ne jemi ende në diskutime të vazhdueshme me funksionarët publik të Komisionit Evropian. Pa patur një konfirmim zyrtar edhe nga natyra edhe nga ana jonë është e pamundur të kemi një deklaratë definitive. Kuptohet që përpiqemi të kërkojmë periudhë tranzitore për ato sektorë që ne konsiderojmë që mund të kenë nevojë. Besoj është tërësisht e qartë, kryeministri po edhe ministrat e kanë shpjeguar disa herë që sektori i bujqësisë, për shembull, është nga sektorët që do duhet patjetër të ketë edhe një nevojë për një mbështetje edhe nga Bashkimi Evropian në kuptimin e lehtësimit ose të ofrimit të periudhave tranzitore, sepse është një sektor i cili është, mund ta themi me plot gojë, ndjeshëm mbrapa standardeve dhe atyre cilësive që Bashkimi Evropian kërkon për këtë sektor. Pra, ai është një sektor që do duhet të transformohet, por çdo tregtar apo prodhuesi i një shërbimi tjetër, elektroshtëpiak, produkte të ndryshme kimike, produkte të ndryshme industriale, materialet e ndërtimit, elementet ose industria automotive, të gjitha kanë elemente për sa i përket standardeve dhe certifikimeve që Bashkimi Evropian kërkon. Kështu që patjetër nëse jeni një tregtar që merrni dhe shisni produkte nga gjetk, por edhe nëse jeni një prodhues i tyre, pra nëse shtoni një vlerë të shtuar, duhet patjetër të konsultoheni me informacionin që është tërësisht publik të Komisionit Evropian në lidhje me direktivat që aplikojnë për sektorin tuaj. Në momentin që këto direktiva do të fillojnë të aplikojnë në legjislacionin shqiptar, patjetër që do ketë konsultime publike në disa sektorë dhe për disa biznese të caktuara. Tryeza publike po zhvillohen që tani për të patur mundësi për të informuar paraprakisht. Po, do ndalemi tek hapat, po të mbetur tek ka nevojë për një lloj proaktiviteti. Pra ka nevojë të rezonojnë ajo çfarë qeveria do të ndërmarrë, institucionet do të ndërmarrin në mënyrë që ta lehtësojnë këtë proces, por edhe me një, le të themi, qëndrimi as pak indiferent të bizneseve për qenë gati. Në një takim të zhvilluar me përfaqësues të bizneseve, ditët e fundit, edhe me praninë e Dhomës Amerikane të Tregtisë, e vënë në dukje këtë sepse gjatë asaj tryeze u theksua fakti që për të përthitur, absorbuar apo përshtatur me një ndryshim ligjor bizneseve u duhet së paku 10 vite. Kjo do thotë që koha e mbetur është e pamjaftueshme në mënyrë që këto biznese të përshtaten me këto ndryshime edhe për afrim të legjislacionit. Do duhet një shtys edhe një punë më e madhe nga ana e institucioneve për ta mundësuar një gjë të tillë. Kthehemi tek ajo që thash në fillim. Sepse ecet shpejt me përafrimin e legjislacionit, ndërkohë që duhet punohet pra në mënyrë që edhe bizneset, duke qenë se fokusi është këtu, të kenë më shumë kohë le të themi për të përfitur të gjitha këto ndryshime, por edhe informacionin dhe orientimin e duhur. Është kthehemi tek ajo që thash në fillim. Është e pamundur që me një deklaratë të përshkruash gjithë sektorin e biznesit. Po, patjetër. Për shembull, edhe për sektorin financiar dhe sektorin bankar, me kryesisht nëpërmjet Bankës së Shqipërisë si lideri i procesit, por patjetër me gjithë institucionet e tjera të përfshira, do ketë ligje të reja për sa i përket mënyrës së funksionimit të sektorit në fjalë. A janë këto ligje të panjohura për bankat që operojnë në Shqipëri? Patjetër që nuk janë. Një pjesë e bankave që operojnë në Shqipëri kanë mëmat e tyre në Bashkimin Evropian ose kanë degë në Bashkimin Evropian, kështu që direktivat e Bashkimit Evropian për sektorin bankar nuk janë të panjohura. Sektori bankar paktën konsiderohet një sektor deri diku i kopësitur solid, patjetër. Po, në mënyrën se si operon dhe bizneset e tjera të mëdha të cilat janë bizneset të cilat janë të organizuar shpesh nëpërmjet dhomave të ndryshme të biznesit në Shqipëri dhe që janë aktive edhe si pjesëmarrës në forumet e ndryshme që qeveria ka, patjetër që edhe për shkak të
partneriteteve që ka në nivel ndërkombëtar janë në dieni të njësër rregullash apo çështjesh që aplikohen në sektorin e tyre në nivel evropian. Pra, nuk besoj që fjalia që biznesetve ju duhet 10 vjet mund të aplikohet për të gjithë sektorët. Thënë këtë, patjetër e përmenda edhe më parë që sidomos bizneset relativisht vogla, bizneset që operojnë kryesisht në Shqipëri dhe nuk kanë patur interakcion të mëparshëm me tregjet ndërkombëtare, patjetër që do duhet përballen me konkurrencë dhe me nevojën për të parafruar në standarde me atë që ka kërkon Bashkimi Evropian. Po, për të përmirësuar. Jemi në 2026, synimi plus minus është viti 2030, pra kemi gati edhe 4-5 vite të tjera kohë deri në momentin që ne shpresojmë të kemi edhe vendimin formal. Po kërkojnë periudha tranzitore për disa sektorë, periudha tranzitore do t'jenë disa vjeçare, kuptohet në varësi të asaj çka Bashkimi Evropian do të na ofrojë. Pra, kemi një periudhë që mund të shkojë nga 5 deri edhe në disa vite më shumë, pikërisht për t'ju lehtësuar bizneseve këtë lloj parafrimi apo investimet e mundshme që do ju duhen për të kapur standardet. Nuk jemi në emergjencën kohore që gjithçka do të duhet të ndodhë nesër, por nganjëherë pikërisht kur themi këtë fjali që ndryshime nuk do ndodhen nesër. Jo, paktën nga biznesi konsiderohet vonë, pra në kuptimin që çdo ndërhyrje duhet bëhet tani, sepse nesër mund të jetë vonë për të arritur dhe për të përmbushur ato çfarë kërkon. Ndryshe do duhet të ulin qepenat pra të ndalojnë aktivitetin. Që në momentin të dalin jashtë loje. Që në momentin që është bërë konferenca e parë ndërqeveritare që ka ndodhur në verën e vitit 2022, sot jemi në verën e 2026, pra jemi fiks 4 vjet më vonë plus minus, ka patur një komunikim të qartë, qoftë nga ana e Bashkimit Evropian, për të mos thënë pjesën e qeverisë, po fokusojmë te pjesa e Bashkimit Evropian, që tashmë ka një prioritet politik dhe strategjik të qartë për Shqipërinë, edhe Malinezi patjetër, për t'i parë si 2 kandidatet e ardhshme më potenciale. Pra, njoftimi dhe drejtimi ka qenë i qartë. Kuptohet që për një pjesë publiku dhe për një pjesë bizneseve, edhe për shkak të asaj që ka ndodhur në të shkuar, ka patur një lloj skepticizmi nëse ky hap ishte vërtet hapi i radhës. Por çdo gjë që ka ndodhur pas konferencës ndërqeveritare të 2022-shit e ka treguar që në fakt ky proces është futur në një drejtim të pakthyeshëm tashmë. Të gjithë kapitujt që janë hapur më pas, të gjithë raportet që Bashkimi Evropian publikon në mënyrë të rregullt, duke drejtuar në mënyrë të qartë gishtin tek gjithë pikat ose të gjithë sektorët që Shqipëria do duhet përmirësohet, tregojnë që ky proces është tashmë i pakthyeshëm dhe kuptohet që individët e pjesët e tjera të shoqërisë, përfshirë bizneset, kanë filluar të ndërgjegjësojnë që do të ndodhë. Them edhe një herë, koha është, patjetër që edhe për opsionet financiare të cilat besoj do diskutojmë pak më vonë, ekzistojnë mundësi, por duhet proaktivitet. Proaktivitet duhet për të ndërgjegjësuar, për të kuptuar se cilat janë detyrimet që ka Bashkimi Evropian, por rikthehemi edhe një herë te shembulli i të paktën 10 vendeve anëtare të 2004-s. Nuk ekzistojnë të njëjtat biznese në Poloni, në Letoni, në Çeki, në Hungari që ekzistonin edhe para 2004-s edhe pas 2004-s. Ekonomia ka ndryshuar, sipërmarrjet kanë gjetur her pas here sektor të tjerë, kanë gjetur partnerë të tjerë, kanë ditur të shkojnë në drejtime të tjera. Nuk do ekzistojnë të njëjtat ndër sipërmarrjet vogla që ekzistojnë përpara 2030-s në Shqipëri edhe pas 2030-s. Do duhet të gjejnë partnerë të tjerë, do duhet të gjejnë sektor të tjerë, do duhet të gjejnë elemente të tjera ku janë konkurrues. Kjo mund të jetë patjetër një sfidë për një pjesë sipërmarrjeve, por cilat do të jetë sfidë? Pak a shumë i përmenda, pra. Bujqësia, sektori bujqësisë. Agropërpunimi, patjetër. Të gjithë punishtet e ndryshme të vogla industriale që janë kryesisht të fokusuara në tregun shqiptar. Patjetër që ato do duhet të kenë standarde të tjera. Nëse prodhon materiale ndërtimi, nëse prodhon materiale të ndryshme inxhinierike, elemente të ndryshme metali, betoni, pra kemi prapë materialet e ndërtimit, patjetër që do duhet të kesh standarde të tjera, qoftë për produktin, qoftë për linjën e prodhimit që përdor. Patjetër. Në të kundërt, patjetër që nuk do mund të operosh. Por ana tjetër e medaljes është që ke akses në një treg shumë herë më të madh në momentin që bën këtë investim. Dhe nga ana tjetër, se her pas here kur ne flasim për sfidat e biznesit,
Po, edhe kjo nevoja për të shpikur, të rishpikur veten edhe për të... Nuk përmendim ose nuk shpjegojmë përfituesit e tjerë të mëdhenj lokal, jo më ndërkombëtar, të lokal. Ka dy kategori të tjera përfituesish të jashtëzakonshëm që jemi po ne, konsumatorët dhe punuesit shqiptar. Ne si konsumator do kemi mundësi të aksesojmë produkte dhe shërbime të cilësisë evropiane në të gjitha sektorët e ekonomisë tonë, produkte her pas here më të mira, më cilësore, dhe nga ana tjetër si punonjës për çdo që nuk është ende gati për të hapur një biznes, por kërkon të ketë aftësi profesionale, kërkon të punojë në një kompani ndërkombëtare, do ketë më në fund mundësinë për të punuar pikërisht në kompani që operojnë jo më në Shqipëri, por në nivel ndërkombëtar. Po i rikthejmë edhe një herë shembullit të 10 vendeve të cilat hynë pas vitit 2004 në Evropë. Thuaj se kudo ku ka ndodhur një transformim i jashtëzakonshëm ekonomik në vende të tilla, ka ndodhur për shkak të hyrjes në mënyrë masive të industrisë, kryesisht me bazë gjermane, në Poloni, në Çeki, në Hungari, në Slovaki. Inxhinierët, financierët, juristët, teknikët e këtyre vendeve filluan të punojnë jo më për kompania, por për punishtë të vogla lokale, por për kompani të nivelit ndërkombëtar, duke përfituar njohuri, eksperiencë, patjetër her pas here paga më të mira, por duke qenë të aftë për të konkuruar tashmë jo thjesht në kompaninë në tregun e tyre, por në tregun evropian. Dhe ne her pas here kur flasim për përfitimet ose kostot që do duhet kapitali njerëzor duke mbetur në Shqipëri, jo duke Patjetër kapitali njerëzor me qenë se është po ashtu një patjetër kapitali njerëzor në gjithë këto vende në vendet e tyre. Në vendet e tyre ka ngelur. Por filluan duke prodhuar produkte gjithmonë më të thjeshta për të avancuar në produkte gjithmonë më të komplikuara. Për shembull, në industrinë automotive filluan ose le të themi punishtet e parë të kompanive gjermane prodhonin bulonat, rotat apo element minimal të industrisë automotive, sot prodhohen motori, dizajni bëhen të gjitha në vendet komuniste. Mirë, por këto mund bëhen pa diskutim. Dhe do ndodhin. Edhe do ndodh. Patjetër. Dhe këtë përfitim her pas here nuk e përmendim. Kjo barë, le themi transformuese, të mos i mbetet vetëm biznesit, ky kapërcim. Por të mbështetet nga qeveria dhe instrumenti më i rëndësishëm është pa diskutim financimi. Por përpara se të shkojmë tek hapat që do të ndërmerren për ta lehtësuar këtë proces, dua të mbetem pak tek ato sipërmarrje të cilat do ta kenë të vështirë. Dua të sjell në vëmendje një deklaratë që është bërë nga Bashkimi i Prodhuesve Shqiptar, në cilën vihet në dukje se nga le të themi ajo çfarë konstatohet përgjatë kësaj periudhe, teksa avancohet me parafrimin e legjislacionit, ju e but në dukje që është bërë progres, është një rrugë pa kthim, në fund të këtij viti është thënë nga qeveria që mbyllen 10 kapitujt e parë. Nga ana tjetër është kjo deklaratë e cila vjen në dukje se vetëm 15% e sipërmarrjes në Shqipëri, e bizneseve në Shqipëri janë në gjendje të kuptojnë, pra vetë deklarojnë dhe kanë informacion se çdo të thotë një treg evropian. Pra çfarë duhet përmirësojnë për të qenë pjesë e tregut të Bashkimit Evropian. Keni ju një ekspertizë, le të themi, dhe sa e rëndësishme është që në këto kushte, kur identifikohet ky tregues, të ketë një plan të detajuar kombëtar për grup kapituj në mënyrë që bizneset të njihen, por edhe qeveria, institucionet të njihen me sfidat aktuale edhe të nis puna për adresimin e tyre. Të fillojmë së me elementin e 10 kapitujve. Nëse do ishte në dorën tonë, do mbylleshin 33 kapitujt brenda të nesërme. Dhe ju siguroj që edhe teksa ecën në korridoret e ministrive, të vetmi gjë që do dëgjoni është direktiva për afrimi, integrimi, drafti, pra nuk ka asnjë element tjetër pune në administratën shqiptare. Ka një fokus, përveç cilët kapituj mbyllen në fund vitit? Se cilët kapituj mbyllen, do varet edhe nga Bashkimi Evropian. Pra kjo është një tango që duhet ta kërcejmë të dy. Ne patjetër që kemi ambicien e shprehur në publik, po edhe ambicie edhe më të mëdha në privat, por pa konfirmuar edhe pala tjetër e tangos, që është komisioni, ne nuk mund ta themi. Kuptohet që kemi një plan brendshëm, por përpiqemi të operojmë, jemi tërësisht brenda afateve
fillestare që ne I kishim vënë vetes, biles në disa prej kapitujve edhe pak më optimist, por këto letja lëm kohës. Në fund të këtij viti jam I sigurt që do kemi mundësi të ulemi edhe të bëjmë një vlerësim të kapitujve që na mbyllur dhe çfarë ngelet për 2027. Për të kthyer te deklarata e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptar. Siç ata thash edhe një herë, deklaratat të tilla që janë gjithmonë më së mirëpritura, ne kemi nevojë patjetër që të gjithë shoqatat e ndryshme të biznesit të jenë proaktive, nuk përshkruajnë gjithë sektorët. Kam përshtypjen, nëse kam kuptuar drejt, edhe vlerësimi që ka bërë Bashkimi I Prodhuesve Shqiptar është një deklaratë që ka të bëjë më shumë me sektorët prodhues, siç e thash, sektorët që ofrojnë shërbime, duke filluar që nga shërbimet e ndryshme bankare, shërbimet e ndryshme digjitale. Në gjykimin tim, edhe në ndërveprimin që kam patur në një pjesë të këtyre sektorëve, janë tërësisht në dieni të procesit, produktet e shërbimet e tyre që tani I arrin standardet evropiane dhe nuk besoj që kanë për të pasur asnjë lloj problemi. Patjetër që ata që janë prodhues, pra që zakonisht prodhojnë produkte të ndryshme fizike, për shkak të hendekut legjislativ që ka ekzistuar gjithmonë ndërmjet Shqipërisë edhe Bashkimit Evropian, kanë patjetër nevojë për të bërë investime. Ajo çka ne po bëjmë, të paktën pjesa e qeverisë, që e thash është edhe në këtë anë ne jemi vetëm një pjesë të tangos. Tango tjetër duhet të jetë sektori privat. Nësuaj se çdo kapitull, çdo negociator në mënyrë të përmuajshme ka takime me sektorin privat. Si negociatori që drejton çështjet e takimeve dhe doganave, në mënyrë suajse të përmuajshme, ka pasur diskutime me sektorë të ndryshëm për të informuar për ndryshimet potenciale të cilat do duhet të ndodhin eventualisht edhe në këto fusha. E di që edhe negociatorët e ndryshëm që merren me kapitujt e mjedisit, me kapitujt e sigurisë ushqimore, me kapitujt e sigurisë shëndetësore, me politikat industriale, të gjithë bëjnë takime të përmuajshme për të informuar sektorët e ndryshëm publik. Sektorin e ndryshëm privat për nevojën që kam. Për çdo projekt ligj që ne po hartojmë dhe projekt ligjet fatmirësisht që po hartojmë, her pas here shpesh kanë në fund fare elementin që pezullon hyrjen në fuqi deri në momentin e integrimit evropian. Pra, janë projekt ligje që po fillojmë të miratojmë ose paktën të jetën në publik, jo për të hyrë në fuqi që në momentin e parë, por për të hyrë në fuqi në momentin që vendi hyn në Bashkimin Evropian, të gjitha janë hedhur në platformën e konsultimit publik, por edhe ministrit nëpërmjet gjitha kanaleve të tyre po I komunikojnë me sektorin privat, me përfaqësuesit të ndryshëm të dhomave, pikërisht për të informuar për ndryshimet që po ndodhin. Kështu që ky proces do vazhdojë. Çdo ministri ka kalendarin e saj. Mos hym çorrazi le të themi, pavarësisht se të paktën kemi parë dhe jemi dëshmitar se si e kanë kaluar vendet e tjera, veçanërisht pas 2004, ka përvoja të hidhura me vendet si Bullgaria, Rumania, kështu që të paktën të mos jemi në skenar të tillë kur një pjesë dërmuese e sipërmarrjes detyrohet që të mbyll aktivitetin në kushtet e një pamundësie për të depërtuar. Prandaj thash, ne kohën e kemi patur të nevojshme, besoj që ka edhe kohë të nevojshme, kuptohet edhe rrjetet e kanaleve të komunikimit janë shumë herë më të sofistikuara sot se që në 2007 në 2008. Pra, çdo ministri, çdo agjenci që përafron një legjislacion ka kanale të komunikimit publik, qoftë nga rrjetet sociale, qoftë faqet e internetit, ku në mënyrë të vazhdueshme informojnë publikun për informacionet që kanë bëjnë me procesin e integrimit, pra për afrimin që po ju bëhen të gjithë legjislacioneve. Individët, bizneset duhet jenë proaktive, duhet konsultohen. Sa I rëndësishëm është edhe ky proces I konsultimit, duke qenë se shpesh ka edhe nota, le të themi deri diku kritike në raport me procesin konsultativ të nismave ligjore, që do thotë shpesh janë fakt ose ka një periudhë të shkurtër për të pranuar propozime, rekomandime që mund të vinë nga. Pra, kërkojnë gjithë përfshirje dhe integrim në procesin konsultativ. Edhe marrjen konsiderat se jo, të propozimeve dhe rekomandimeve që vinë prej tyre. Ne do kthejmë të një element që e përmendim shpesh. Ne procesin e diskutimeve të vazhdueshme që kemi me Komisionin Evropian e quajmë negociata. Por siç e ka thënë shpesh edhe kryeministri edhe ministra të tjerë, në fakt negocim është një term shumë I butë për ato që ka ndodhur.
Bashkimi Evropian ka listën e gjatë të kërkesave për çdo sektor dhe praktikisht ne jemi të detyruar të zbatojmë një më një, pikë më pikë të gjitha ato që Bashkimi Evropian na kërkon. Ajo çfarë ne negociojmë është në një farë mënyrë koha e hyrjes në fuqi, kalendari, pra hapat që na duhen deri në momentin e hyrjes në fuqi, si vlerësohet një element i caktuar, pra nëse kapacitetet apo standardet që na kërkojnë për një shërbim digital, për një platformë që ne kemi i arrin të gjitha kërkesat që ka Bashkimi Evropian, po kërkesat e tyre ne duhet i kapim një më një, pra nuk kemi mundësi për të negociuar. Ata që mendojnë her pas here për shkak që ka ndodhur në të kaluar që kur ne herë një projekt ligj në konsultim publik, pas diskutimeve me bizneset apo me përfaqësues të ndryshëm, pas kemi fuqinë për të ndryshuar kërkesat e Bashkimit Evropian, sërish kanë një... Ka edhe një diskutim nëse duhen përshtatur me kontekstin, pra, por edhe ky është një tjetër diskutim në cilin palët ndahen, pra jemi ne që shkojmë në BE dhe nuk është BE-ja që... Më le të bëj një krahasim shumë të drejtpërdrejtë dhe shumë të njershëm, sërish me diçka që e mbulon në mënyrë të përditshme, që janë kërkesat që kanë bizneset të ndryshme për lehtësira të ndryshme fiskale apo tatimore. Këto nuk ekzistojnë në Bashkimin Evropian. Pra, nëse mbas sa vitesh komunikimesh, bizneset vinë sërish në diskutime me ne dhe thonë ne kërkojmë reduktim taksash në këtë apo atë nivel, reduktim akcizash në këtë apo atë nivel, reduktim të VSH-je në këtë apo nivel, akoma nuk e kanë kuptuar se çfarë është ky procesi. Pra, patjetër që politikat fiskale i lejohen, i u jepen vendeve. Vendet kanë një lloj sovraniteti për sa i përket përcaktimit politikës fiskale nga Bashkimi Evropian, por kanë disa nivele minimale apo maksimale për shumicën e taksave apo tarifave që një vend do duhet të aplikojë, për të cilit ti nuk lëviz dot. Dhe bizneset mund ta kërkojnë këtë, patjetër, është e drejta e tyre, çdo njeri ka drejtë të negociojë apo të kërkojë çdo element që e konsideron përfitues për biznesin e tij, për interesin e tij, por ka disa shina, disa kolona shumë të forta që nuk lejojnë të brenda cilave ne nuk luajmë dot më. Dhe këtë ja kemi komunikuar bizneseve, ja kemi shpjeguar bizneseve, pra që kërkesat për lehtësira tatimore apo fiskale përteja asaj çfarë lejon Bashkimi Evropian janë një element i së shkuarës, nuk mund të përdoren më. Dhe arsyeja pse kjo ndodh është shumë e thjeshtë, sepse Bashkimi Evropian elementin thelbësor ka tregun, pra është tregu i përbashkët evropian. Dhe ajo çfarë kërkon të krijojë është një treg ku nuk ekziston konkurrencë e pandershme, ku një vend lejon lehtësira tatimore shumë herë më të mëdha se vende të tjera, duke krijuar shumë konkurrencë ekuilibrin e brendshëm. Pra ky është element i padiskutueshëm brenda Bashkimit Evropian. Nëse mbas kaq vite që flitet për Bashkimin Evropian, bizneset caktuara ende nuk arrin të kuptojnë këtë gjë, tani kuptohet që pastaj problemi nuk është detyrimisht i mungesës komunikimit, ëh. Kështu që ta përmenda këtë vetëm për element për të thënë që patjetër çdo ligj do hitet në konsultim publik, patjetër që të gjesat do bëhen. Po edhe për kuptuar që jo nuk rezonojnë gjithmonë ajo çfarë mund të kërkohet. Por ajo çka mund të kërkohet duhet jetë në atë kuadrin dikton kuadri evropian na përcakton. Sa herë që flitet për tregun se do ndalim edhe tek këto instrumentet, por edhe domosdoshmëria të paktën në kushtet kur lehtësitë apo politikat fiskale duhet jenë po ashtu në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian. Dua të mbetem pak tek një tjetër fakt, pra që është vënë në dukje kur flitet për Shqipërinë, që dhe për biznesin në Shqipëri. Ne nuk konkurrojmë dot me sasi, vendet e Bashkimit Evropian, por mund të konkurrojmë me cilësi. Sa e rëndësishme është edhe në këto kushte që ne të mbulojmë tregje, le të themi, apo që kanë një potencial të pashfrytzuar deri tani. Mund të diskutojmë, është në terma eksperience, është shohim se çfarë kanë bërë vende të tjera të vogla, të krahasueshme në matësinë tonë, në bllokun post 2004, pra në bllokun e Evropës qendrore dhe lindore, për sa i përket transformimit tyre ekonomik. Sepse janë vende që janë shumë të krahasueshme për sa i përket matësisë me Shqipërinë. Pra nuk mund të bëjnë rolin e qoftë Polonisë, qoftë Turqisë, Ukrainës apo Kinës në rast madhore, pra vendet që kanë ekonomi shkallë të jashtëzakonshme. Ajo çka bëjnë zakonisht është që në sektor të ndryshëm, edhe që mbështeten në sektor prodhues, patjetër. Mbështeten tek prodhimi dhe pa ajo çka bëjnë, shumica e këtyre vendeve kanë një model ekonomik
të ndryshëm nga... Tani modelin ekonomik e përcakton tregu, nuk e përcakton qeveria, se ne flasim shpesh për këtë idenë model ekonomik. Nuk ka qeveria fuqinë të përcaktojë modelin ekonomik. Modelin ekonomik duhet ta gjejnë bizneset, nuk do imponojmë ne njerëzve. Ajo çka kanë bërë, thuajse kudo sipërmarrësit e vendeve të Evropës lindore dhe qendrore, vendet e vogla, është që kanë gjetur elemente në zinxhirin e prodhimit. Pra në zinxhirat e prodhimit të teknologjive apo të industrive të caktuara, kanë gjetur hapësira ku mund të përfshihen. Ne dim dhe flitet shpesh për rolin që kanë luajtur sektori i IT-s në vendet balltike, por nuk është vetëm ky, ku thuajse në gjithë Evropën qendrore ka patur dhe përmenda më përpara një përfshirje të gjithë vendeve në sektorin e industrisë automotive. Dhe filluan sipërmarrjet e reja që u rivendosën, u rihapën në pas 2004 në vendet e Evropës qendrore, bloku Vishegradit si quhet shpesh, duke prodhuar element shumë minimal dhe shumë të thjeshtë të industrisë automotive. Më pas, duke përftuar eksperiencë, duke mësuar më shumë sektorin, filluan të lëviznin sipër në zinxhirin e vlerës së shtuar. Pra duke filluar nga një element shumë më i thjeshtë në element shumë të komplikuar. Për bizneset shqiptare, por edhe për profesionistët shqiptar, sfida ose në një farë mënyrë trajektoria, unë jam i sigurt që do jetë pikërisht e njëjta. Pra do fillojnë të futen në hapësira të elementeve të industrive të ndryshme për të lëvizur më pas. Nëse mund të bëjmë një krahasim, një proces i gjashëm ka ndodhur dhe po ndodh në Shqipëri me sektorin e shërbimeve digjitale. Thuajse çdo zyrë kodimi apo zyrë shërbimeve digjitale që ekziston sot në Tiranë, ose është pasardhësia direkte, ose është krijuar nga sipërmarrjet të cilët 10, 15, 20 vite më përpara u morën me një biznes tjetër, i cili ishte call center. Çfarë ishin call centrat 15-20 vite më përpara? Ishin biznese që ofronin shërbime kryesisht për tregun italian në ato kohë, duke përdorur një aftësi bazë që kishin shqiptarët e post viteve 90, aftësinë për folur në gjuhë italiane. Pasi i krijuan këto biznese, pasi krijuan rrjetin e klientelës, filluan të kuptonin dhe filluan të bënin një llogaritje që teksa i ofronin klientëve italianë shërbimet për sa i përket mbështetjes së nevojave që kishin për klientët e tyre, mund të fillonin edhe t'ju jepnin shërbime ndryshe në digjitale, dikush duke menaxhuar faqet e rrjeteve sociale, dikush duke ju menaxhuar serveret e kështu me radhë. Dhe thuajse çdo biznes që ekziston sot në Tiranë, që ofron shërbime digjitale të ndryshme, ka ose krijuesin ose një nga kodusit që ka punuar pikërisht përgjatë këtij cikli. E njëjta gjë do ndodhet edhe me bizneset e tjera, dhe ne do kemi kohë mbas 10-15 vite më vonë që të shohim që ky është procesi që do ekzistojë edhe në Shqipëri. Unë nuk mund të them sot se cili do jetë sektor. Këtë do duhet të gjejnë sipërmarrësit shqiptar që janë shumë më të aftë se unë. Unë punoj në sektor publik, merrem me ligje, me VKM, me elemente të tilla. Kur të jem sektorin privat, do jem shumë më i aftë mbas të merrem me Por megjithatë institucionet, duke mbetur edhe duke u fokusuar tani te çështja e fundit, çështja e financimit. Kishte diçka për të thuar? Jo, do të thoya që patjetër që unë gjykoj që do e kemi mbase të vështirë të emulojmë në mënyrë perfekte ato që ka ndodhur me industrinë automotive, për shembull, në vendet e Evropës qendrore dhe lindore, po unë shoh potencial të jashtëzakonshëm për sa i përket sektorit të IT-s edhe të teknologjisë, sepse që në këtë moment njësër sipërmarrësit shqiptar, profesionistë shqiptar janë të përfshirë në procese të tilla, duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian, duke mos patur kufizime për sa i përket lëvizjes, regjistrimit të punonjësve, duke patur parasysh edhe njësër lehtësira që vetë Bashkimi Evropian po tenton të krijojë për këtë sektor në Bashkimin Evropian. Për shembull, flitet shpesh për atë që është regjimi 28 në Bashkimin Evropian, ku vetë Komisioni do të hartojë një ligj të përbashkët për të unifikuar rregullat për startupet në gjithë Bashkimin Evropian, që të mos ketë më 27 shtete me 27 rregulla të ndryshme. Një regjim 28, që mbase mund të jetë regjimi 29 ose 30 mbase të hymë ne, do të lehtësonte shumë operimin edhe për kompani shqiptare, duke u regjistruar si kompani evropiane tashmë, jo si kompani shqiptare. Do kishin mundësi që qoftë për çështje pagesa taksash, regjistrimesh, dhe çdo gjë tjetër të operoni si një kompani evropiane kudo dhe ta kishin shumë më të lehtë të shesin produkte, shërbime. Për krijuar një ekosistem më të qëndrueshëm. E fundit lidhur me financimin, se pa diskutim në gjitha këto dhe në këtë proces, le themi,
kryefjalë mbetet financimi. Duke qenë se është një proces që kërkon investime, investime në teknologji, kapitali njerëzor është i çmueshëm, jo lehtësisht i zëvendësueshëm, kërkohen para dhe fonde për certifikime. Financimi mbetet themra e akilit. Në këto kushte, çfarë hapash apo politikash, nismash do të ndërmeren pikërisht për t'i mbështetur financiarisht, le të themi sipërmarrjen dhe për t'ia lehtësuar në aspektin financiar të proces. Unë gjykoj që deri tani ne kemi patur një progres të lavdërueshëm në dy drejtime. Së pari kemi një investim të rëndësishëm nga ana e sektorit publik për digitalizimin e shërbimeve. Pse e përmend këtë? E përmend sepse në të ardhmen ulja e kostove për çdo lloj transaksioni që bizneset shqiptare do duhet kenë qoftë me administratën shqiptare, po eventualisht me administratën evropiane, sepse një pjesë e shërbimeve publike shqiptare nuk do jenë asgjë tjetër përveç se një zgjatim i shërbimit publik që ofrohet nga administrata e Komisionit Evropian, ka bërë të mundur që bizneset shqiptare të fillojnë të ndërgjegjësohen dhe të operojnë në mënyra të ngjashme dhe apo të krahasueshme me gjithë bizneset e tjera evropiane. Ne kemi patur dhe kemi një fokus në promovimin e startupeve dhe sipërmarrjeve të reja me fokus digital. Qoftë duke bërë investime në kurrikulat arsimore, ku tashmë thuajse në çdo element ose në çdo shkallë të sistemit tonë arsimor ofrohen kurse për IT, për programim, pra duke rritur kapacitetin dhe cilësinë e stafeve apo punonjësve të arshëm shqiptar. Qoftë edhe me një program modest, po gjithmonë edhe shumë më në rritje, me financimin e startupeve nëpërmjet një skeme granti. Ajo që ka po planifikojmë në të ardhmen janë dy element të rëndësishëm. E para është skema e garancisë sovrane, e cila duke filluar që nga vera tashmë e vitit 2026 është zgjeruar, nuk është më një skemë që aplikohet vetëm për sektorin e bujqësisë siç ishte vitin e kaluar, por aplikohet për të gjithë bizneset mikro të vogla dhe të mesme, për aq kohë sa investojnë për përmirësimin e kapaciteteve të tyre prodhuese. Është një skemë që në thelb synon pikërisht të lehtësojë bizneseve aksesin në kredi me qëllim investimin në ato elemente të cilat do i përgatisin ata për të konkuruar në tregun e Bashkimit Evropian. Në të ardhmen ne kemi filluar të ndërtojmë, është ngritur formalisht, por kuptohet nga ana operacionale do dojë mbase deri në fund të vitit 2026 ose mbase në fillim të vitit 2027 që të funksionojë në mënyrë thelbësore banka shqiptare e zhvillimit, e cila po ashtu në një farë mënyrë është një zgjatim i mësimeve që ne do përftojmë nga skema e garancisë sovrane për të ofruar akses nëpërmjet instrumenteve të ndryshme financiare, akses në kredi për bizneset apo sektorët e nënfinancuar. Teksa afrohemi me Bashkimin Evropian, ama ka edhe instrumenta financiare që do jenë në dispozicion gjithmonë më shumë nga vetë Bashkimi Evropian. Dy element janë të rëndësishme. Para janë skemat e fondet e kohezionit, të cilat janë fondet të cilat i ofrohen qeverisë, pra sektorit publik, për të ndërmarrë investime në elemente të ndryshme të infrastrukturës publike, po jo vetëm, për të përafruar vendin me standardet e Bashkimit Evropian. Pra ky është një nga, le të themi, mënyrat se si edhe vendet e bllokut qendror dhe lindor në Evropë e kanë përgatitur ose i kanë përmirësuar shoqëritë e tyre pas hyrjes në Bashkimin Evropian. Dhe elementi tjetër janë fondet e ndryshme të cilat ofrohen për bizneset. Është programi Invest for EU, programet Horizon të cilat shpesh lidhen me sipërmarrje të reja, sipërmarrje inovatore, të cilat shpesh kanalizohen pikërisht nëpërmjet programeve siç janë bankat të zhvillimit apo nëpërmjet programeve të ndryshme si skema e garantive sovrane. Kuptohet teksa ne i afrohemi Bashkimit Evropian, mundi që edhe hymë në të, do kemi edhe një mundësi gjithmonë më të mirë për të kuptuar se në cilat kanale do mund të adresojmë këto fonde. Pra, kemi fondet publike deri tani,
të cilat po zgjerohen. Këto instrumente, le të themi që garancia sovrane, Dhe Banka Shqiptare e Zhvillimit, Banka Shqiptare e të Zhvillimit, dyja që do të jetë një bankë dedikuar për të mbështetur sektorit e nënfinancuar, sektorët e të nënfinancuar. dy do jenë dhe janë funksionale që përpara periudhës së integrimit dhe ndërkohë pas integrimit, pikërisht sepse ne do kërkojmë periudha tranzitore, pra do kemi edhe një periudhë pas integrimit për të arritur të gjitha standardet e Bashkimit Evropian. Në momentin që ne hymë në Bashkimin Evropian, fillojmë të kemi akses edhe në instrumente të tjera financiare shumë herë më të gjerë, sepse nuk janë më të bazuar mbi buxhetin tonë, por janë bazuar mbi buxhetin e Bashkimit Evropian për të mbështetur qoftë investimet e rëndësishme të sektorit publik, por për të mbështetur edhe të gjithë inovacionin që do duhet të bëjnë sipërmarrje. Një element, edhe e di që mbase bëhem repetitiv, po për sa i përket bizneseve, synimi i Bashkimit Evropian nuk është të mbajë në jetë biznese të cilat kanë modele, produkte, shërbime të vjetruara, të cilat jo detyrimisht i përputhen nevojave të kohës. Programe si Invest4EU, për shembull, që nga fondet kryesore të Bashkimit Evropian, dhe që ka qenë një nga elementet kryesore që ka lehtësuar pikërisht zhvillimin e sipërmarrjeve në bllokun lindor, i adresohet, targeton pikërisht bizneset inovatore, bizneset e reja. Dhe rikthehem tek ajo që thash disa herë përgjatë intervistës. Bizneset shqiptare shpesh do duhet të ritransformohen, do duhet të rigjejnë veten. Ideja apo supozimi që sektori apo produkti apo shërbimi që kanë patur për 30 vjet pas vitit 1910 do jetë po i njëjti edhe pas Bashkimit Evropian, është një supozim relativisht i gabuar. Në shumë sektor do duhet të ketë ndryshime thelbësore për mënyrën se si bizneset operojnë. Dhe është e rëndësishme ta kuptojnë këtë sa janë në kohë, Pikërisht. Pra fondet e Bashkimit Evropian nuk janë fonde subvencione për të mbajtur gjallë bizneset të cilat duke përputhen me standardeve të Bashkimit Evropian. Fondet janë fonde për të investuar në mënyrë që të kesh produkte apo shërbime konkurruese me nevojat e kohës. Me nevojat e unionit, dhe nevojat e tregut dhe nevojat e kohës. Faleminderit. Shumë faleminderit për intervistën. Shpresoj të kemi mundësi të takojmë edhe në fund vitit. Patjetër. Ku mund të bëjmë tani edhe një vlerësim të progresit të bërë. Lidhur me kapitujt që mbyllen. Faleminderit. Faleminderit.